Albania Radio. She's on air. Di që bosh vjen, unë nuk jam me ty. Ja di që koha s'kthen, dhe unë të dua ty. Për mua je ti, nuk kam më tjetër vend. Jo. Të dashur bashkëpunëtorët tanë që janë andej mbrapa, ju lutem, mbajmë Nikun. Dua Nikun. Niki të lutem se i ka pastaj. Moj Ina. Nuk ka gjë. Nuk ka gjë. Përshëndetem shumë ku janë ngatroj njerëzve emrin. Jemi mësuar. Themi pak të Stelina se lutem, dua nga një fjali për rrugtimin të në Big Brother dhe në përputhen. Si e përshkruan ti me një fjali? Shko, janë të dyja shumë eksperienca të bukura dhe shumë të veçanta. Fatkeqësisht janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, sepse ashtu më erdhi mundësia që unë ti përjetoja edhe nga personazhet që unë pata fatin e mirë dhe të keq të ndaja këto eksperienca, kështu që unë jam shumë e fat që pata mundësinë që të jem pjesë e përputhen edhe të Big Brother. Pastaj patjetër se çfarë na pret brenda këtyre formateve, askush nga ne nuk e di. Ne marrim përsipër të bëhemi pjesë e tyre me gjithë rrezikun që vjen pas tyre. Kështu që realisht e vetmja gjë që unë do thoja janë eksperiencat më të bukura të jetës time. Kështu që jam shumë e lumtur që kam qenë pjesë e tyre dhe më çdo mundësia të shpalos sadopak veten brenda tyre. Ne kemi të pasur të ftuar këtu Marsielën dhe Richardin dhe faktikisht ata të dy kanë dhënë disa deklarata në lidhje me ty. Marsiela është shprehur që Inën edhe Kesin i sheh bashkë si çift sepse duket që kanë kimi, ndërsa ty nuk të sheh shumë femërore. Si e mendon ti këtë? Çfarë kundërpërgjigje jep? Shiko, unë nuk e di ku e ka parë mungesën e feminilitetit Marsiela tek unë, dhe aq më tepër e thënë nga Marsiela nuk është që ka shumë vlerë. Por e lëm, patjetër që Kesi dhe Ina kanë një kimi më shumë se sa unë dhe Kesi, kjo është e sigurt sepse është parë edhe në Big Brother, qoftë edhe nga mënyra se si marrëdhënia ime dhe e Kesit shkonte dhe marrëdhënia e Inës dhe e Kesit shkonte. Pra ata të dy kishin një lloj qetësie, një lloj mos kokçarje në thonjza edhe të se si vinte situata atyre. Ndërkohë që unë nuk jam dot e tillë, patjetër që jam shumë kritike edhe për veten edhe për partnerin tim, gjë të cilën Kesi nuk e kishte shumë qef. Kështu që jam shumë dakord me pjesën që Ina dhe Kesi mund të kenë kimi më shumë me njëri tjetrin, por mungesën e feminilitetit Marsiela të paktën nuk ma thot dot mua. Nga ana tjetër është shprehur se Ina dhe Kesi të paktën një herë i kemi parë ne të puthen, po janë puthur dhe shumë herë të tjera. Ti i dije për këto shumë herë të tjera apo njerëzin e tjerët? Një të thjeshtët. Nuk e kemi marrë versionin. Unë nuk di as për atë një herë, kur e keni marrë vesh ju për atë një herë, e kam marrë vesh dhe unë, ndoshta disa prej personave të tjerë e kanë marrë vesh akoma dhe më përpara se unë, se unë e kam sqaruar disa herë këtë gjë, por kisha aludimet e mia, dyshimet e mia lidhur me këtë çështje, pra që mund të kishte një puthje 1, 2, 3, 5 apo 10 puthje të tjera midis Kesit dhe Inës, por realisht mendoj që unë nuk dua të merrem më me këtë situatë, a ka pasur as ka pasur, sepse edhe nëse i kam pasur, çfarë diferencë do bëj tani në Një deklarat tjetër bombe Marsielës ishte se ka thënë në trotuar që ty dhe Kesi ju bashkon trauma. Çfarë mendimi ke ti për këtë? Tani, e para punës, unë nuk di të kem trauma, sepse mendoj që vështirësitë e jetës time i kam përballuar dhe i kam kaluar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe i kam kthyer në forcë, treguar kjo edhe në eksperiencën time të Big Brotherit. Po, ka qenë shumë e vështirë për mua të ndaja ato momente të jetës time, të ndaja me publikun e gjerë. Por, siç e thash, ja punduar t'i kthej në forcë. Për traumat e Kesit unë nuk kam ndjeni, kështu që besoj për ato duhet pyesni Kesin. Ndërsa një deklaratë tjetër të Richardit ishte: do kisha vepruar njësoj si Kesi në Big Brother, kur gjen dy femra që të vinë mbrapa, pse jo? Kesi luan me dy porta, vajzat si Ina si marr seriozisht. Çfarë mendimi ke ti për këtë deklaratë të tjen? Tani, po e nis nga kjo e fundit, se kë mban seriozisht Kesi, Inën apo Stelindën, unë këtë nuk kam arritur ta kuptoj. Kjo edhe për faktin që jam tërhequr nga kjo marrëdhënie dhe sot është Ina me Kesin. Nëse Kesi nuk e mban për seriozisht Inën, siç e thash dhe pak më përpara, nuk më intereson fare të bëjnë çfarë të duan me njëri tjetrin. Po ti e quan vetin sikur i ke shku mbrapa Kesit? Në Big Brother nuk e mendoj që i kam shkuar nga mbrapa, sepse nëse rikujtoni dhe ju, ka qenë Kesi ai që ka ardhur që
që në ditën e parë që un kam hyrë në shtëpi, pra nga akvariumi kam hyrë në shtëpi dhe kam qenë bashkë me gjithë banorët e tjerë, ka qenë Casey ai që ka ardhur në grim dhe më ka thënë kujdes e tjerë, ka tentuar përsëri ai ta nisi diskutimin me mua, qoftë me ato këngët që këndonte me Ilirien, duke kërkuar një dark nëpërmjet këngëve, dhe është po Casey ai që në momentin që na vën në një përballje në thonjza në dhomën e surprizave, Casey më kërkon një dark mua, kështu që nuk kam se si ti mua ajo që shkon nga mbrapa Caseyt. Un kam pranuar të sqaroj problematikat që kemi pasur në një marrëdhënie të lënë pezull, siç e ka quajtur shpesh herë Casey, po akoma s'e ka ndar mendin, ka qenë lëm pezull apo ishte mbyllur, akoma nuk e ka ndar, kur ta ndaj mund ta ripyesni përsëri. Unë thjesht kam dashur të sqaroj këto, ose më saktë jo kam dashur, por meqense na është dhënë mundësia të ritakohemi dhe për të mos pasur mosmarrëveshje brenda asaj shtëpie, duke qenë se për fatin ton të mirë dhe të keq ndanim 24 orë të ditës me njëri tjetrin, kam dashur që eksperienca në Big Brother, duke qenë se është shumë e bukur, të ishte sa më e lehtë për të dy ne. Thjesht për këtë qëllim. Dajra poshtë dhe deklarata e Richardit. Nga televotimi i së martës, kush mendon se është më i rrezikuari? Kemi Inën, kemi Baby Jean, Greta, kemi Mirin, Rogerti. Shiko, e shoh shumë të rrezikuar Baby Jean, ndoshta se ka pak kohë se banorët e tjerë. Megjithatë edhe Greta e kam vënë re që nuk po shikohet më me shumë sy pozitiv nga publiku për situatat që ka pasur me Selinin. Dhe nga ana tjetër, unë akoma nuk arrit ta kuptoj se si Ina vazhdon që ndron në shtëpi kur ka një urrëtie shumë të madhe nga publiku. Domethënë jam shumë e çuditur se si nuk ka dhe shumë urrëtie. Ka shumë njerëz që pra shoh pjesën e komenteve, unë bazohem gjithmonë me komente, çfarë thon njerëzit. Kështu që nuk e di. I shoh këto të treja të rrezikuara më shumë. E kishte shumë, por tani është ulur dhe ka pas shumë komente edhe pozitive, po që mbështesin. Okej, patjetër që është ulur, sepse edhe krimi i marrëdhënies Casey Ina patjetër që të zbut, sepse hiqen, si thua, të gjitha ato dyshimet që njerëzit kishin, është e tretë, është e katërt, është e kështu, është ashtu. Në moment që ata krijojnë një marrëdhënie, njerëzit nuk ndërhyjnë më, si të thuash. Por nuk e shoh fare të rrezikuar Mirin dhe Rogertin, sepse patjetër e kanë treguar se që më ngacmon kjo gjaja mu me Inën ose Selin. Domethënë, ty çdo herë që flet Ina, thu qa thot kjo, apo ka ndonjëherë që ti thu po për të vllazë pas ka drejtë edhe kjo goca, e thot në gjatë apo një proprio kundra, si me të thënë. Më falni. Jo, dje kur ishte doli një pjesë në përmbledhjen ditore të Big Brotherit ku po fliste Rogerti, se ma kujtove nga mënyra se si ti u drejtove, dhe Mateo thot, ore ky është budalla, po këtu ka drejtë. Kështu që qëndron ty te kjo. Shiko, ka pasur shumë momente që unë nëse kam thënë ç'a thot kjo, jo për inatin në thonjza që mund të kem kundrejt saj, po pikërisht për faktin që ka pasur shumë fjali të cilat Ina i drejtohet të tjerëve, por në fakt i qëndrojnë dhe asaj vet. Pra, nuk mund të ngresh akuza ndaj të tjerëve për pikërisht ato që të rëndojnë dhe ty. Pastaj ka pasur edhe momente të tjera që Ina ka pasur të drejtë, kështu që unë nuk i bie dot në qaf një personi që A mendon që nuk është gjykuar shumë për historinë që kishte, domethënë kur hyni, që ka pas gocës jasë nuk e kanë përshëndet? E kanë ndiku prezenca jote që e kanë këshillëtuar, sepse unë tash edhe nga jashtë nuk e kanë trajtuar edhe kaq mirë. Sa po futi kam, a kupton? Nuk po them pas që përdori ca fjalë, ka pas disa debate, po flas ajo goca hyri, nuk ju dha as dora. Ty si të duk, e drejt apo jo kjo gjë? Shiko, duke marrë parasysh që Ina e dinte që unë dhe Casey ishim brenda dhe po e shikonte se çfarë po ndodhte midis meje dhe Casey, aq më tepër kishte dalë me ca deklarata të tmerrshme kur unë kam dalë jashtë i parë se çfarë kishte thënë, megjithatë mi tha dhe mua në Big Brother, patjetër e meritonte, Patjetër e meritonte, se ti ka ardhur me vetdijen tënde të plot, ku aty e shikon që këta të dy po mundohen të sqarojnë, në mos do e krijonin përsëri këtë marrëdhënie midis tyre, po mundohen të sqarojnë. Po prit sepse ti vetja dhe dorë. Ja kam dhënë dorën, shiko, e kam sqaruar këtë gjë. E para punës unë nuk bëhem dot e pa edukat. Dhe e dyta e punës. Ndaj edhe ato tjera pse të bënin pa edukat? Pse mos të prisin që ta njihin gocën e huaj? Pse të bazohen në një histori që nuk e njohin tjetër? Do t'i jap dhe arsyen e dytë që realisht është shumë më e fortë. Në momentin që mua më ka ardhur pra pash zarfin që do isha një konkurrente e vetme me banoren e re që ishte Ina, realisht në ato momente unë nuk dija se ç'a të bëja. Do të thënë, mua më ra dhoma e surprizave brenda sipër kokës. Se do të thënë, përpos faktit që po vinte kjo goca, të cilën siç e kam akuzuar edhe më përpara, unë vazhdoj dhe e them, është arsye për të cilën marrëdhënia jon u shkatruar përfundimisht. Kishte pikat e veta ku marrëdhënia jon ishte krisur, por Ina i dha shkelmin e fundit. Dua ta kuptoj pak. Ti mendon se arsyeja pse marrëdhënia juaj u shkatrua ka qenë Ina? Ka pasur krisje ndërmjet
Por shkemrin e fundit patjetër që ja dha Ina, sepse ishte një gjë që unë po e shikoja me sytë e mi. Se në qoftë se ai djali ty do të donte kaq shumë, nuk do kishte as Ina, as Po unë këtë gjë e kam thënë këtë, kam përshtypjen ka dalë nga dhoma rrëfimit ka dalë kjo gjë që unë kam thënë nuk e di nëse më ka dashur një herë Casey. Patjetër që unë me mënyrën se si shkoi historia jon kam vënë në pikë pyetje dashurinë që Casey mund të ketë pasur për mua, Kështu që se pikërisht e kjo dua të ndalë sa për këtë arsye, për ta kuptuar janë dy gjëra komplet të ndryshme. Janë dy gjëra komplet të ndryshme këto. Pra, që unë kisha një situatë që po e shikoja me sytë e mi dhe më jepte më shumë shkas për ta ndërprerë këtë marrëdhënie, është tjetër gjë. Dhe fakti që Casey la hapësirë që kjo gjë të merrte më shumë zë, edhe unë ta shikoja akoma dhe më egër në sytë e mi, është prap tjetër gjë. Okej. Nik, po dashuria këtej nga anët e juaja Rockerave. Neve rockera dashurojmë shumë, me thënë drejtën, po s'ke kohë, ëh? S'kemi kohë për vete. S'kemi kohë për vete. Kështu largohen zakonisht të gjithë pyetjes që s'kam kohë, po a ka nevojë për kaq shumë kohë dashuria? Jo, thjesht dashuria po të shëlloj shpëtove, po të shëlloj kërkoj, e thon, po Ti ku je tani, po e kërkon? po kërkoj. S'ja ka bërë bam akoma. Të bënte bam. Po për ta mbyllur bashk, më mirë kur përfrymon krababit apo kur je vetëm? Ça pyetje bukur. Shumë pyetje bukur. Po janë dy emocione të ndryshme, janë të dyja shumë të bukura, po e kam nisur me babin. E kam nisur si pianist, domethënë si tasterist. Dhe ka qenë, domethënë arsye pse unë bërë këngëtar është prej tij. Ka thënë, nëse do dalësh i parë, do të fillosh të këndosh. Më kisha turp si që në zëri im. Dhe ja ku jemi tash po në një emision tek e diell kemi qenë, kemi kënduar një këngë rock bashk të Redon Makashit, pse më bëre të urrej. Edhe ishte goxha emocionante. Do një projekt do ta mbyllim Me këtë këngën, po. Me këtë dua ta mbyllim, por dhe dua të më thuash, projekti yt i radhës do jetë vetëm apo me babin? Varet këtë nxjerr të pari. Po, është një Mund të na këndosh atë këngën që e këndojmë bashkë me babin? Po, për mbylljen patjetër. e kësaj pjesës. I bëm të tëra këngën të ndarje sot. Se dhe kjo këngë ndarje është. Korbat ne. Jemi dhe prag Shën Valentini, po. Tamam. Ska jo. Shko vajsi në jetën tënde, shko se të urej. Ti mua më sole veç dembje, dashuri marrën veve. Shko vajsi në jetën tënde, shko dhe rije qet. I humba dhe gjitha të ndjenja, s'ma besohet. Se të kam dashur vërtet. Ej! Faleminderit. Kalon publicitet.